Kryesisht do t'jetë roli i imamëve edhe roli i mualimeve në integrimin e shoqërisë muslimane shqiptare në Zvicër, ku me tekst të veçantë do të tregohet edhe njëherë impakti çka e ka gjinia femrore në këtë tematik. Gjinia e cila një dietar bukur e potencon, thot, ata janë gjysa e shoqërisë, ndërsa gjysa tjetër janë të lindur nga ato. Prandaj, pikërisht në këtë sesion të dytë shkencor do t'i kemi di nga figurat më të spikatura islame shqiptare në trojet tona, edhe atë profesor doktor Sabri Bajgora, edhe gjithësisht moderatori i dytë Abdil Gjemil Nesimi. Si urdhroni. Të nderuar të pranishëm, kam nderin e kënaqësinë që së bashku me kolegin tim, doktor Abdul Gjemilin, të jemi bashkarisht në vëzhgje kësaj seance. Është një seancë e cila karakterizohet se do t'jetë kryesisht prej motrave tona që po japin dhe vazhdojnë të japin kontributin e tyre në Mërgat. Andaj, duke vlerësuar lart rolin e tyre në edukimin e brezës gjeneratës së re, kam nderin e kënaqësinë veçantë që të ftoj legjëruesin e parë në Dire Mustafin. Le të urdhëroj. Tema e radhës ka të bëjë me imamët dhe në Mërgat mes traditës dhe integrimit. Të nderuar kolegë, të nderuara kolege, sot kam kënaqësinë të paraqes rezultatet empirike, kualitative nga projekti Network Imam, një iniciativë e zhvilluar në Qendrën Zvicrane për Islam dhe Shoqëri, ku unë vetë jam hulumtuese dhe doktorante e shkencave islame. Me këtë projekt kemi eksploruar rolin në transformimin të imamëve në diasporën e Zvicrës. Qëllimi im me këtë kombëtesë të shkurt është që të tregoj se si ndryshimet shoqërore, generacionale dhe institucionale po riformosojnë profilin profesional të imamëve dhe të aktorëve të ndryshme të tjerë të kujdesit fetar, dhe këtu përfshihen edhe teologët të gjinisë femnore. Po ashtu dua të bëj transparent se si projekti kontriboi në përballimin e këtyre sfidave. Komuniteti musliman shqiptar përbën prej dekadësh një pjesë të rëndësishme të peizazhit fetar në Zvicër. Historia e tyre është e lidhur ngushtë me migracionin e viteve 90, me marrëdhëniet e konsoliduara transnacionale drejt Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, si dhe dinamikat e theksuara ndërgjeneracionale. Këtu duhet theksuar se edhe vetë kuptimi i fesë islame i këtyre komuniteteve në Zvicër është i rënjosur në kulturën evropiane. Ata vinë nga Evropa juglindore në Evropën perëndimore. Dhe distanca kulturore është e dukshëm më e vogël se sa për shembull me ata që vijnë nga vendet arabe. Ndërkohë, gjeneratat e dytë dhe e treta është rritur brenda sistemit arsimor dhe kulturor zvicran, ka kompetenca të ndryshme gjuhësore dhe përvoja të pluralizuara të socializimit fetar. Kjo gjenerat artikulon pritshmëri të reja ndaj imamëve për komunikimin të hapur, për orientimin në kontekste shumë kulturore dhe për aftësinë ndërmjetësimi. Si rrjedhor, imamët veprojnë në një terren të ndërlidhur ku kërkesat tradicionale ndërthuren me pritshmëritë të reja institucionale dhe shoqërore. Në këtë kuadër, roli i imamëve në Evropë po përjeton një transformim të dukshëm. Autoriteti i tyre fetar nuk konceptohet më vetëm në kuptim hierarkik, siç ka qenë tradicionalisht, por gjithnjë e më shumë në një formë dialogjike, relacionale
dhe në ndjeshmëri dhe ndaj kontekstin shoqëror. Kërkimet, si Khurshid dhe Xiri, që kanë bë, tregojnë se legitimiteti i udhëheqësve fetar në Evropë ndërtohet sot mbi aftësinë për të adresuar botkuptime të ndryshme, për të komunikuar me besimtarë me sfond të shumëllojshëm dhe për të përkthyer traditën fetare në realitetet konkrete të jetës së komuniteteve. Në të njëjtën kohë, qasjet e profesionalizimit nga pedagogjia fetare dhe teologjia islame theksojnë se udhëheqësit fetar në diasporë kanë nevojë për kompetenca hibride. Fusha e veprimit të imamëve shtrihet shumë përtej predikimit. Ata ofrojnë këshillim, ndërmjetësim, orientim arsimor dhe shoqëror, si dhe ndërveprojnë me shkollat, me shërbimet sociale dhe institucionale lokale. Profesionalizimi në këtë kuptim nuk nënkupton heqje nga traditat shqiptare apo fetare, por shoqërimin e saj me kompetenca komunikative, pedagogjike dhe institucionale. Së treti, perspektiva e kërkimeve mbi diasporën na ndihmon të kuptojmë se praktikat fetare në Mërgat janë gjithmonë rezultate negocimi midis traditës të prejardhjes, normave të shoqërisë pritëse dhe përvojave biografike të gjeneratave të ndryshme. Pikërisht kjo fushë tensioni ndërmjet traditës, institucioneve dhe gjeneratave është shumë e dukshme në komunitetin tonë. Nga këndvështrimi metodologjik, projekti Network Imam është një projekt kualitativ me orientim zhvillor. Ai nuk ndjek një dizajn klasik kërkimor, por është ndërtuar mbi intervistat gjysmë të strukturuara me eksperte dhe ekspert, intervista mbi praktika të mira, takime rjetëzimi me imama, shkëmbime me zyra integrimi dhe organizata muslimane, si dhe një proces bashkëpunues me zhvillimin e një udhëzuesi apo doracaku praktik. Analiza është kryer përmes një qasje hermeneutiko-interpretuese dhe një analizë të strukturuar cilësore sipas Kurkac dhe Schreier. Materiali është përpunuar në mënyrë interative dhe është trianguluar për të siguruar besueshmërinë dhe koherencën analitike. Rezultati qendror të projektit mund të përmbledhem në 4 dimensione. Së pari, vërejhet një përvojë e qartë për profesionalizim. Nevoja është e madhe, domethënë për profesionalizimin e imamëve dhe teologëve. Imamët mbajnë role hibride, fetare, sociale, pedagogjike dhe institucionale, dhe kjo kërkon përgatitje të qëndrueshme në komunikim, këshillim dhe ndërmjetësim. Së dyti, kompetenca e rjetëzimit është thelbësor, por shpesh e pastrukturuar në praktikët e xhamive tona. Bashkëpunimet me shkollat, shërbimet sociale dhe autoritetet komunale janë të pabarabarta dhe projekti ka kontribuar duke i krijuar orientim dhe siguri veprues imamëve dhe teologëve. Së treti, diversiteti i brendshëm i komuniteteve shqiptar është i gjerë dhe organizatat ombrellës si FIC apo KMSZ luajnë një rol stabilizuese dhe profesionalizuese. Së katri, imamët përballojnë me rritjen të detyrave në kontekste të pasigurive dhe diskriminimit dhe projekti ka ofruar edhe këtu njohuri institucionale për t'i mbështetur ata në situata të tilla. Një nga produktet më të rëndësishëm të këtij projekti është udhëzuesi apo doracaku me titullin Integrimi dhe bashkëjetesa, i cili për herë të parë sistematizon qartë fushat e detyrave, kompetencave institucionale, rrugët e komunikimit dhe opsionet e veprimit për imamët dhe teologët. Ai krijon transparencë, qartësi roli dhe një kuptim të përbashkët profesional. Veçanërisht të rëndësishëm për komunitetin shqiptar të karakterizuar nga diversiteti i brendshëm dhe sfidat ndërgjeneracionale, ky doracak mund të jetë një mjet shumë i mirë. Në përfundim, analiza jonë tregon se imamat
e diasporës shqiptare po kalojnë një proces të thellë të transformimit. Ata ndërmjetësojnë vazhdimisht mes traditës fetare, gjeneratave të ndryshme, institucioneve shtetërore dhe diskurseve shoqërore. Projekti Network Imam ka kontribuar në mënyrë domethënëse në këtë proces, duke ofruar strukturim, profesionalizim dhe forcim të rrjedhjeve të bashkëpunimit. Për të ardhmen, mbetet thelbësor ndërtimi i strukturave të qëndrueshme të formimit të vazhdueshëm dhe ankurimi më i fortë institucional dhe një fushë kërkimi e zgjeruar mbi autoritetet fetar, diversitetin dhe negocimin institucional në diasporë. Ju faleminderit shumë. Falenderojmë profesoreshën e nderuar Nadire për këtë kumtesë dhe studim të saj në mënyrë aq të thuktë. Ne shpresoj se kjo do të hyjë në punë më vonë për vazhdimin e më të tjeshëm të një studimi për rolin e imamëve dhe diasporë në mes traditës dhe integrimit, sepse kjo është një fushë që vërtet duhet të analizohet dhe studiohet në mënyrë shumë të përpjektë. Tash në radhë kemi referuesen e dytë, profesoreshën Arlinda Amidi, me temën Xhamia nga perspektiva e gruas, teologja Habibe dhe puna e saj në diasporë. Urdhëroni. Asalamu alaikum të nderuar vëllezër dhe motra. Kontributi im paraqet një mënyrë të shkurtër, një prej rezultateve kryesore të disertacionit tim, i cili trajton marrëdhënien ndërmjet diasporës dhe formave të islamit tek imamët shqiptar në Zvicër. Gjatë këtij studimi është vrejuar një dukuri e rëndësishme, roli i grave në fushën fetare. Prandaj, fokusi këtu është tek Habibja. Kretë keni pyetur kush është Habibja, unë kam ndërruar emrin e teologës, e kam vërë Habibe sipas të dhënave të disertacionit, sepse nuk ishte e lejuar ta them emrin e vërtet. Teologja Habibe është një teologe shqiptare. Unë e kam përdorur në disertacionin fjalën shqipfolse për me integru më shumë njerëz që folin shqip, që mundet nuk janë shqiptar, por folin shqip. Pra, Habibja është një grua e arsimuar në shkencat klasike, islame dhe aktive në komunitetin musliman. Ajo përfaqëson një grup shpesh të padukshëm, por shumë të rëndësishëm në jetën fetare të diasporës, dhe me thënë roli i gruas. Në këtë rast, diaspora nënkupton një grup njerëzish me lidhje të përbashkëta etnike, gjuhësore, kombëtare dhe ose fetare, të cilët jetojnë jashtë vendit të origjinës, por vazhdojnë të kenë lidhje me të. Në studimin ton bëhet fjalë për komunitetin shqiptar musliman në Zvicër, ku puna e Habibes ka një rol të veçantë. Habibja vjen nga Maqedonia e Veriut, nga një familje shqiptare me traditë fetare. Qysh në moshë të re, e mësoi Kuranin përmendsh dhe tregoi interes për dijen islame. Studimet i bëri në Jordan, ku u formua në teologji islame sipas traditës klasike. Pas martesës u zhvendos në Zvicër, ku punon vullnetarisht në shoqata dhe xhami, kryesisht me gra dhe fëmijë. Ky ndryshim, do me thënë nga një vend musliman, shumica e njerëzve që janë musliman, në një komunitet të diasporës, e bëri Habiben të ndërmjetësoj dijen fetare për njerëzit që jetojnë mes dy botëve, të vendit të origjinës dhe të atij të ri, do me thënë këtu në Zvicër. Në Zvicër, Habibja mban rregullisht ligjërata në xhami të ndryshme, ku kohëgjatja e tyre zakonisht varion nga 25 deri në 30 minuta. Do me thënë, këta janë ato incizime që i kam bërë unë. Ajo flet për tema të rëndësishme të fesë islame, si mëshira e Allahut, drejtësia, pendimi, agjërimi dhe kujdesi për jetimët dhe të varfrit. Shpesh ligjeron në gjuhën shqipe, mendoj në gjuhën shqipe, por edhe në gjuhën arabe, ku përdor aty ajetet kuranore ose disa hadithe që i përdor i flet në gjuhën arabe.
Qasja e saj synon të rrisë respekt dhe tolerancë, jo vetëm brenda komunitetit musliman, por edhe në raportet ndërfetare dhe shoqërore. Kjo e bën Habiben të rëndësishme në jetën fetare të diasporës për te i rolit të zakonshëm të një teologje. Habibja ka një stil të qetë, empatik dhe të organizuar. Ajo përdor Kuranin dhe hadithet, por i shpjegon në mënyrë të përshtatshme për jetën e përditshme të grave këtu në diasporë. Përdorimi i fjalës, shpesh herë përdor ajo fjalën ne, krijon që të ndihen krejt gratë në një komunitet dhe jo jetë një mësim nga lart. Për Habiben teologjia duhet të jetë praktike dhe e përdorshme në jetën reale. Kjo qasje përputhet me gjetjet e mia, disertacionit tim, imamët dhe udhëheqësit fetar në diasporë përshtatin mesazhet e tyre sipas nevojave të komunitetit. Pra, temat qendrore të ligjëratave të Habibes janë mëshira hynore, domethënë mëshira e Allahut, theksimi i rolit të faljes dhe mëshirës si bazë e jetës shpirtërore, pendimi dhe përgjegjësia. Njeriu ka potencial të ndryshojë dhe të përmirësohet vazhdimisht. Solidariteti me të varfrit dhe jetimët. Detyrë morale dhe fetare e çdo muslimani. Edhe agjërimi si praktik që forcon vetë disiplinën, shpirtin dhe trupin. Një pjesë thelbësore e diskursit të Habibes është pozicionimi i gruas si shtyllë e komunitetit islam. Ajo sjell shembull historik si Hadixhen, Sumejen dhe Fatimen për të ilustruar se gratë kanë qenë gjithmonë aktore të rëndësishme në zhvillimin e islamit. Ajo, një citim që ka tha, ne jemi pas arset e grave që e mbrojtën islamin, personi i parë që e mbështeti profetin ishte një grua. Sipas saj, gruaja është çelësi i suksesit të umetit, sepse ajo ndikon në edukimin e brezave, në stabilitetin familjar dhe në dinamizmin e jetës komunitare. Për Habiben, fuqizimi i grave nuk përbën risi moderne, por është e rrënjosur thellë në traditën islame. Habibja tregon se xhamia në diasporë nuk është vetëm vend adhurimi, por edhe një vend social dhe edukativ, ku gratë luajnë rol aktiv. Ato organizojnë kurse, aktivitete humanitare, programe mësimore dhe ndihmojnë në mirëmbajtjen e xhamisë. Me këtë, Habibja sfidon rolin pasiv, tradicional të grave dhe promovon pjesëmarrjen e tyre të gjerë. Habibja kombinon traditën islame me jetën në Zvicër. Ajo tregon se beslimi islam mund të praktikohet pa u kundërshtuar me pjesëmarrjen në shoqërinë perëndimore. Kjo është e rëndësishme edhe për disertacionin tim. Imamët dhe udhëheqësit fetar shqiptar në Zvicër përshtatin islamin, domethënë fen, sipas ligjeve, normave dhe realitetit të vendit ku jetojnë. Pra, për Habib, gratë duhet të arsimohen të jenë aktive dhe të ndërtojnë ura me shoqërinë zvicrane. Në përfundim, Habibja përfaqëson një brez të ri të grave fetare në Evropë, të arsimuara, aktive dhe të vetëdijshme për jetën në diasporë. Roli i saj tregon se xhamit mund të jenë vende fetare, dialogu dhe fuqizimi. Sipas disertacionit tim, Habibja është një shembull i rëndësishëm për të kuptuar se diaspora krijon formate të reja ku gratë nuk janë vetëm pjesëmarrëse, por edhe bartesë të dijes dhe ndryshimit në komunitet. E mbyll kumtesën me një citim nga ajo që thot: ne jemi çelësi i suksesit të umetit. Ne jemi mbështetja e vëllezërve tanë drejt triumfit. Faleminderit. E falenderojmë Arlinën për këtë kumtesë me aq interes. Do mendoj se kjo është një pikë e ndritshme kur në Zvicër kemi motrat tona të cilat me aq kompetencë flasin dhe bëjnë studime të mirëfillta shkencore, të cilat sigurisht se në të ardhmen do të jenë edhe pika reference për shumë kënë në Evropë, andaj ju përgëzojmë për këto kumtesë edhe një herë. Tash ja kalojmë fjalën kolegut tim të nderuar, doktorit Abdul Gjemil Nesimit.
Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar dhe të respektuar kryetar udhëheqës të aktiviteteve islame në trekëndgjin trojet tona shqiptare, i nderuar dhe i respektuar organizator, panelist, ju që të gjithë prezent, është kënaqësi dhe nder që sot këtu së bashku të jemi me duajenin profesorin e nderuar. Andaj fillimisht u përshëndes me përshëndetjen islame, selam aleikum rahmetullahi ve bereketu. Andaj përgëzojmë panelistën paraprake në këthetrat e Habibes dhe citate që afroi. Megjithatë, nuk është koincidencë rasti, me që në islam rasti nuk ka, ku është e vërtet se xhamiat këtu quhen qendra dhe në mimber mihrab qëndron gjinia mashkullore, por zemra e xhamisë është femra. Andaj, këtu në këto seansa, jo rasisht është vendosur mu në zemër gjinia femrore, doktoreshat tona, të cilët 5 paneliste janë këtu, dhe këtu para se presim me vullnet kandidatin e radhës, kujtojnë në maksimën profetike, ku pejgamberi a.s. i pietën provon shokët e tij, më tregoni se cili organ është më i ndjeshëm dhe mvaret tër organizmi prej tij dhe saj, që të gjithë menduan se ajo është zemra. Pejgamberi a.s. tha ajo është gruaja, ajo është në thojza Habibja që e prezentoi këtu panelistja. Dhe ne presim dhe ftojmë panelisten e radhës, doktoreshën Lela Dauti, e cila vin me temën ndërmjet besimit dhe barazisë, analizë mbi pozitën e gruas muslimane në institucionet islame në Zvicër. Urdhoni, fjala është e juaj. Ju falemderit, të jemi sinqert, duhet të korrigjoj, nuk e kam titullin doktoraturës, mirë po sidoqoftë, është nder për mua që sot të prezentoj këtu kumtesën time, dhe pse nuk vin nga skaji i teologeve të nderuara që sot kanë pjesë këtu. Profesioni im është i juriste, mirë po gjithnjë jam munduar të jap kontributin tim nga ana sociale, nga ana sociologjisë apo juridikës në temat teologjike. Ky prezantim trajton sot pozitën e gruas muslimane në institucionet islame në Zvicër, duke u ndalur jo vetëm te përshkrimi i gjendjes, por edhe te mënyra se si mund ta kuptojmë dhe ta shpjegojmë këtë situatë përmes teorive të ndryshme shkencore. Zgjedhja për ta parë këtë temë përmes teorisë së diskriminimit, interseksionalitetit dhe pushtetit simbolik nuk është thjesht zgjedhje teorike abstrakte, por një mjet konkret që të më ndihmon të lexoj realitetin më me shumë saktësi dhe thellësi. Në Zvicër, në nivel ligjor dhe diskursiv, flitet shumë për barazi gjinore, për të drejtat të njeriu dhe për respekt dhe të pluralizmit. Megjithatë, kur hyjmë në jetën e përditshme të shumë institucioneve fetare islame, shohim se pjesëmarrja e grave në strukturat drejtuese, në interpretimin e teksteve fetare dhe në hapësirat e vendimmarrjes është ende e kufizuar. Gratë muslimane gjenden në një diskriminim të dyfisht. Nga njëra anë, ato përballen me paragjykime, stereotipe dhe islamofobi në shoqërinë zvicrane. Nga ana tjetër, përballen me kufizime kulturore dhe strukturore brenda vetë institucioneve të tyre fetare. Kjo gjendje në mes të dy botëve e bën përvojat e tyre të veçanta dhe kërkon një analizë që nuk mjaftohet me përgjigje të thjeshta. Pikërisht këtu hyn në lojë teoria e diskriminimit. Nëse diskriminimin do ta kuptonim vetëm si një akt të hapur armiqësie ose si një fyerje drejt për drejt, atëherë do të na shpëtonte pjesa më e madhe e problemit. Teoricieni si Fagin e përkufizon diskriminimin si një proces sistemik, të ndërtuar përmes institucioneve, përmes rregullave të pashkruara,
përmes shpërndarjes të pabarabartë të burimeve, prestigjit dhe legitimitetit. Ky kuptim më ndihmon të shoh se problemi nuk është vetëm te individët që mendojnë ose flasin në mënyrë seksiste, por të vetë strukturat e institucioneve, te mënyra si ato janë të organizuara dhe te normat që quhen normale. Kjo është arsyeja e parë pse e kam marrë teorinë e diskriminimit. Ajo më lejon të shoh pozitën e grave muslimane jo si rezultat të disa rasteve të izoluara padrejtësie, por si pasojë e një sistemi të gjerë marrëdhëniesh pushteti që shtrihet nga ligji e deri te praktikat e përditshme në një xhami ose qendër islame. Në vijim, interseksionaliteti i Kimberly Crenshaw është një shtyllë shumë e rëndësishme e kësaj kornize. Crenshaw tregon se identitetet nuk janë të ndara, të qenit grua muslimane, migrante, pjesëtare e një pakice etnike këtu në Zvicër, këto nuk janë thjesht etiketa, por dimensione që ndërthuren dhe krijojnë forma specifike të diskriminimit. Një grua muslimane në Zvicër nuk e përjeton diskriminimin vetëm si seksizëm, as vetëm si islamofobi, por si kombinim i të dyjave. Ajo mund të jetë e përjashtuar nga disa ambiente të shoqërisë zvicrane për shkak të shamisë apo fesë së saj dhe njëkohësisht të mos ketë zënë në institucionet e saj fetare për shkak të strukturave patriarkale. Interseksionaliteti më ndihmon të mos e thjeshtësoj gjendjen e grave muslimane. Ai më paralajmëron se nuk mjafton të themi ato janë të diskriminuara si gra, sepse kjo do të fshihte dimensionin fetar dhe atë të migrantes. Po ashtu nuk mjafton të themi ato vuajnë nga islamofobia, sepse kështu do ta humbim faktin që edhe brenda komuniteteve të tyre që hasin pengesa. Kjo teori më jep një mjet për ta përshkruar këtë pozitë të dyfisht, këtë përfshirje e përjashtim njëkohësisht si pjesë e një strukture më të ndërlikuar pushtetit. Një element tjetër shumë i rëndësishëm është koncepti i pushtetit simbolik dhe dhunës simbolike të Pierre Bourdieu. Bourdieu nuk flet për pushtetin vetëm si forcë fizike apo ligjore, por si aftësi për ta përcaktuar se çfarë konsiderohet normale, e natyrshme dhe e pranueshme. Dhuna simbolike është kur një rend shoqëror pa barazie pranohet edhe nga ata që janë të dëmtuar nga prej tij, sepse ju paraqitet si i vetmi rend i mundshëm, madje si i shenjtë dhe i bekueshëm. Në kontekstin e institucioneve islame, kjo është shumë e dukshme te ndarja gjinore në hapësirat e namazit duke siguruar vendin kryesor për burrat, te mungesa e grave në bordet drejtuese, por edhe te gjuha fetare që shpesh i adreson burrat si subjektet kryesore të shkrimeve dhe ligjëratave. Shumë gra e pranojnë këtë gjendje, jo sepse nuk janë të afta të mendojnë kritikisht, por sepse që në fëmijëri u është mësuar se kështu e do feja, kështu ndarja mesfetare dhe kulturore bëhet e paqartë. Teoria e Bourdieu më ndihmon të analizoj këtë padrejtësi. Mirë po, këtu lidhet në mënyrë shumë të bukur edhe analiza teologjike e teologes muslimane të njohur Ingrid Mattson, e cila sjell një dimension tjetër në punim. Mattson thekson se shumë praktika që sot justifikohen në emër të islamit janë fakt produkte të kulturave patriarkale dhe jo domosdoshmërisht universale islame. Në kohën e profetit Muhamedi a.s. gratë kanë pasur role të rëndësishme si juriste, transmetuese të haditheve, këshilltare dhe pjesëmarrëse aktive në jetën e komunitetit. Duke u mbështetur te ky argument, unë tregoj se pabarazia gjinore në institucionet islame në Zvicër nuk është rezultati i parimeve bazë të islamit, por i mënyrës se si feja është institucionalizuar në kontekste të caktuara kulturore dhe historike. Kombinimi i këtyre teorive, diskriminimit sistemik, interseksionalitetit, pushtetit simbolik dhe analizës teologjike, kombinimi i këtyre teorive më jep një këndvështrim të shumë anshëm për të analizuar institucionet islame në Zvicër. Për shembull, në shumë qendra islame gratë janë shumë aktive në mësimdhënien për fëmijët, në organizimin e aktiviteteve sociale dhe humanitare ose vetëm në pastrimin e xhamisë.
Këtu, ato janë të pranishme dhe të njohura, por kur flitet për interpretim të teksteve fetare, për udhëheqje të komunitetit, për përfaqësim në dialogje zyrtare apo në media, në vendimmarrje ato shpesh mungojnë. Teoria e diskriminimit më ndihmon ta quaj këtë jo rastësi, por strukturë. Interseksionaliteti më ndihmon të kuptoj pse kjo prekje e dy fish si gra dhe si muslimane e bon akoma më të vështirë që ato të gjejnë hapësirë. Ndërsa Bourdieu më shpjegon pse kjo gjendje vazhdon edhe kur ligjërisht nuk ka asnjë ndalim. Në të njëjtën kohë, përmes Madsen mund të argumentohet se ndryshimi është i mundur dhe se nuk ka pse të shihet si kundërshtim me fen. Nëse parimet bazë të islamit si drejtësia dhe mëshira merren seriozisht, atëherë parazia gjinore nuk është zgjidhje, por domosdoshmëri etike. Në punim theksoi edhe se ndryshimi nuk mund të vijë vetëm nga jashtë, përmes presionit të shoqërisë zvicrane ose përmes ligjeve, pa ndryshime të brendshme të komunitetit. Nëse barazia gjinore shihet vetëm si diçka që na e kërkon shteti apo na e detyron Evropa, ajo do të hasë rezistencë dhe do të jetojë vetëm në letër. Por nëse jo kuptohet si vazhdimësi e vlerave themelore të fesë, atëherë bëhet pjesë organike e identitetit fetar. Këtu, teoria dhe teologjia takohen. Teoria na tregon ku është problemi, teologjia na tregon se si mund të imagjinojmë një rend tjetër me më të drejtë brenda kufive të besimit. Në përfundim, marrja e teorisë së diskriminimit dhe ndëthurja e saj me interseksionalitetin, pushtetin simbolik dhe analizën teologjike më ka ndihmuar të analizoj pozitën e gruas muslimane në institucionet islame të Zvicrës në mënyrë të thelluar dhe jo si përfaqësore. Këto teori më kanë lejuar të shoh se pabarazia nuk është thjesht produkt i bindjeve individuale, por i strukturave, historive dhe narrative që ndërtojnë realitetin tonë të përbashkët. Ato gjithashtu hapin hapësirë për të menduar se si mund të transformohen këto institucione në mënyrë që gratë muslimane të mos jenë jo vetëm pjesëmarrëse të heshtura, por interpretuese, udhëheqëse dhe bashkëkrijuese të narratives fetare dhe komunitare. Ju falenderit. Ju falenderojmë për këtë analizë që afruat. Allahu fuqiplot u shpërbleft dhe vazhdoshi me studimet e juaja për të marrë edhe titull shkencor, me që ashtu më është prezentuar këtu, si që të jetë kandidatja, protagonistja e radhës është magjistre Fatime Beshiri, e cila vin me kumtesën e saj, femra muslimane dhe roli i saj në ruajtjen e identitetit kombëtar dhe integrimit në shtet të huaj. Urdhroni zënja Fatime, për të mbarë. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar kryetar të bashkive fetare islame dhe ju mysafirë të tjerë, kumtesa ime mban titullin Roli i gruas muslimane në ruajtjen e identitetit kombëtar dhe integritetin në një shtet të huaj. Bazuar në mendimet e Ibn Haldunit, si dhe përvojat e Tariq Ramadanit dhe Ibrahim Kallon, do të shqyrtojmë sfida dhe rolin e gruas muslimane në ruajtjen e identitetit fetar dhe kombëtar në shtet të huaj. Sipas Ibn Haldunit, historia njerëzore udhëhiqet nga shkak pasojat dhe faktorët që ndikojnë në ngjarjet. Ai i thekson gjithashtu se udhëheqësi i një shteti është i domosdoshëm për t'u shmangur kaosit në popullat. Në kuadër, gruaja muslimane ka një rol udhëheqës brenda familjes, komunitetit, ajo ruan identitetin fetar dhe kombëtar dhe transmeton këto vlera tek gjeneratat e reja. Duke marrë parasysh ciklin e gjeneratave që përshkruan Ibn Halduni, nga gjenerata e parë që ruan forcën dhe tiparet e veta, deri te gjenerata e 4 që humbën fisnikërinë dhe nderin, roli i gruas muslimane në diasporë bëhet vendimtare. Ajo luan një rol kyç për të gjetur mënyrën dhe formën për të edukuar gjeneratat e reja, të mos lejoj pasuria, bollëku, apo ndikimet e jashtme të shkaktojnë humbjen e identitetit
dhe të siguroj që fëmijët dhe komunitet të mbeten të lidhur me kulturën dhe fenë e tyre. Ibn Halduni nuk studion të ardhmen ideale, por realizimin ekzistues, a I fokusohet të ajo që është dhe jo që ajo duhet të jetë. Pra roli I gruas muslimane është të veprojë në realitetin e jetës së përditshme, duke ruajtur dhe mbrojtur identitetin fetar kombëtar brenda mjediseve të huaja. Tariq Ramadani, një prej mendimtarëve më të njohur bashkëkor islam, thekson se femra muslimane nuk duhet të mbetet analfabete në identitetin kombëtar, po as edhe në identitetin fetar. Ai thekson rëndësinë e 7 vlerave themelore, apo që quhen C7-at: koherencë, kontribut, komunikim, kritik, kreativitet, përkushtim dhe dëmshmëri. Nëse këto vlera ofrojnë udhëzime për një jetë aktive, ku besimi fetar dhe pjesëmarrja qytetare shkojnë dorë për dore. Nëse gruaja muslimane djeg këto parime, ajo jo vetëm që do të kontribone në shoqëri, por ndihmon edhe në krijimin e një mozaiku të pasur me ngjyra dhe besime të ndryshme brenda komuniteteve. Ibrahim Kallën thekson shumicën e komuniteteve muslimane në diasporë nuk e sheh se janë si pakic apo si një grup nën-kulturor, por ai sheh si një pjesë të barabartë dhe integrale në shoqërinë ku jetojnë. Megjithatë, komunitetet kanë probleme tjera, përballen me sfida të ndryshme që ndikojnë në ruajtjen e identitetit dhe integrimit, si emigracioni, arsimimi, papunësia, asimilimi dhe mospërshtatja kulturore. Gruaja muslimane luan një rol kyç në këtë proces. Ajo nuk është vetëm bartës e identitetit, por edhe kontribuese aktive në ndërrimin e një shoqërie ku respekti dhe diversiteti forcojnë unitetin shoqëror. Në bazë këtyre tre mendimtarëve, Ibn Haldunit, Tariq Ramadani dhe Ibrahim Kallën, mund të konstatojmë si gruaja muslimane në diasporë ka një potencial të ruajë identitetin e saj fetar dhe kombëtar, duke u bërë një lidhse mes kulturave dhe shoqërive të ndryshme. Megjithatë, në praktik, gruaja muslimane hasën dhe pengesa, si bartja e shamijës apo konkurenca në vendin e punës. Mirë po, ekzistojnë shembull frymëzues që dëshmojnë se është e mundur të mbahet krenaria fetare dhe kombëtare. Këtu e përmend si një shembull Hafize Herolinda Emini nga Kërqova, e cila e ka kryer medresen dhe hifzin në medresen Isabeu në Gostivar, masterin shkollën e mesme dhe fakultetin në Universitetin e Bursës dhe magjistraturën, fakultetin e financave islami në Gjenevë, fakultetin e ekonomisë në Anadolu, studimin e gjuhës angleze në Cambridge, pashtu masterin e psikologjisë në Universitetin e Vizionit. Aktualisht, ajo është kandidate për doktoratur në Universitetin privat Sigmund Freud në Vjenë, ku njëkohësisht ushtron edhe detyrën e asistentes kërkimore dhe mësimore për në të njëjtin institucion. Përndryshe, burim se Herolinda është nxënësia ime. Në komunitetin shqiptar në Zvicër, gruaja luan një rol kyç në ruajtjen e gjuhës shqipe dhe traditave kulturore. Në xhami, mësuese u mësojnë nxënësve përkthime lutjeve nga gjuha arabe në gjuhën shqipe. Në raste të festave fetare dhe kombëtare u mësojnë recitimet, këngë, poezi kushtuara dheut, mësuesit nënës, emocioni që një vend tjetër në Evropë nxënësit nuk do t'i kishin përjetuar. Përveç mësimdhënies, teologët shqiptarë ofrojnë edhe kujdes shpirtëror, apo si që quajnë seelsorgen, sidomos për gratë muslimane shqiptare, duke u bashkangjitur me gjuhën, besimin dhe traditën. Këto teologe gra muslimane i fuqizojnë për të përballuar sfidat e asimilimit dhe diskriminimit në Evropë. Si përfundim, përmbledhja e rezultateve, pavarësisht paragjykimeve dhe sfidave, shumë gra muslimane janë shembuj të suksesshme të integrimit,
duke qenë ura të forta lidhëse mes kulturave dhe feve të ndryshme. Këtu u citoj fjalën e Alija Izetbegoviçit, thot kur udhëtojnë për Evropë, kur nuk ka mes me kokullur, sepse ne nuk kemi vrarë fëmijë, gra apo pleq, dhe nuk kemi sulmuar e as shkatruar asnjë vend lutje. Kjo fjali e të ndjerit më frymëzon si teologë që të kontribuojnë në mënyrë aktive në shoqërinë ku jetoj. Nuk djej turp nga feja ime, sepse e di se feja islam është e paqes, mëshirës dhe drejtësisë. Po ashtu nuk djej turp nga kombim, sepse shqiptarët janë të njohur ndër shekuj popull i besës, i guximit, i ndershmërisë, popull që nuk ka tradhtuar, as ka përqar, por ka qëndruar me dinjitet dhe integritet moral në çdo kohë historike. Kjo kumtesë kontribon në thellimin e kuptimit të sfidave dhe mundësive që ka diaspora muslimane, sidomos gratë, për të jetuar një identitet të dyfisht, pa unë djerë të ndara në mes të dy botrave. Kjo qasje i përgjigje drejt për drejt pyetjeve që simpoziumi ngre rreth integrimit, pa asimilim, bashkëjetesës pa konflikt dhe ruajtjes së identitetit në kushte të ndryshme sociokulturore. Sugjerime për kërkime të mëtëqeshme i kisha radhitur, teologëve duhet të jepet vend të merituar në DAIX, në mënyrë që ata të hartojnë projekte dhe plane konkrete për të ndikuar në ruajtjen e identitetit kombëtar dhe fetar, duke u angazhuar aktivisht në procesin e integrimit të diasporës. Teologët duhet të jenë të pranueshme dhe të përgatitura profesionalisht për të marrë pjesë në çdo manifestim fetar e kombëtar, duke treguar guxim dhe përgjegjësi për të jenë shembull pozitiv për gratë muslimane në çdo aspekt të jetës shoqërore dhe fetare. Kryetarët e bashkësive islame dhe imamët në përxhamia pikës pare duhet të rregullojnë statusin dhe të rregullojnë formën më të mirë të xhamive që gratë të jenë të rehatshme në aktivitetet e tyre, në qoftë se pjesa e gjinisë femërore do të jenë kontribuese në xhami, qetësia dhe harmonia do të jetë në mesin e popullatës dhe në mesin e kombit. Studime mbi ndikimin e mediave dhe arsimimit në ndërtimin e identitetit të gruas muslimane në diasporë, hulumtime krahasuese mes gjeneratave të para dhe të dyta të grave emigranti muslimane. Ju falemnderit për vëmendjen, Esselamu Aleikum. Dhe rekomandimet të cilët ju e përmbyllet kumtesën e juaj, besoj se në fund do t'jenë pjesë e rekomandimeve. Të nderuar, jemi në finalisten e fundit, pra penalisten Nasibe Kamberi. Është kënaqësi këtu për të parë rolin e xhamive këtu në qendër, por edhe tek neve. Kujtoj me Usuleman kafe ndryshe që e pim në Shkup në startin e vitit akademik, ku një profesoresh nga Bogoslovia më pyeti dhe tha: "Na te kaloni me që ju keni shumë studente, por ne nuk i kemi. Çdo herë në aktivitete kërkojmë nga Fakulteti i Shkencave Islame që të marrim pjesë studentet e juaj, me që numri jonë është vetëm meshkuj. Por ati kur barazohemi, nëse ju keni profesor dhe ne kemi edhe profesor." Dhash një përgjigje për t'i thënë edhe këtu dallojme, me di argumente, me që më në Fakultetin e Shkencave Islame kemi profesoresha dhe demonstratore, për të treguar se në Evropë atje ndajnë përgjithësëm imamët me profesoreshat tona që bëjnë aktivitete. Tha ju lumt. Andaj është kënaqësi që sot të prezantojmë i studentën tonë të Fakultetit të Shkencave Islame, Nasibe Kamberi, me temën, pra kumtesën, roli i femrave në aktivitetet e xhamive shqiptare. Dhe nga këtu ja dedikoj fjalën profesorit. Faleminderit. Të nderuar dhe të respektuar të pranishëm,
Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Në bazë të parimeve themelore të Islamit, roli i gruas në ndërtimin shpirtëror dhe shoqëror është i pandashëm nga misioni i xhamisë si qendër e ummetit. Ajeti kuranor: besimtarët dhe besimtaret janë përkrahas të njëri tjetrit, ata urdhrojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, e vendos grua në një pozitë të barazvlershme me burrin në kontribuimin ndaj komunitetit dhe në amatoredin fetare. Historikisht, gratë muslimane kanë pasur rol konstitutiv në transmetimin e dijes dhe konstituimin e autoritetit fetar. Hazreti Aisha radiallahu anha, si një nga autoritetet më të besueshme të hadithit dhe jurisprudencës profetike, përfaqëson prototipin e agjencisë femërore në dijen fetare. Pjesëmarrja e grave në xhami përbën një nga indikatorët më të fuqishëm të pozicionit të tyre brenda shoqërisë muslimane. Në periudhën profetike, siç dihet, xhamia ishte një institucion multifunksional, qendër edukimi, vend marrje vendimesh politike, tribunal shoqëror, spital, vend strehimi dhe shkollë për të gjitha moshat dhe gjinit. Gratë në këtë periudhë jo vetëm ishin të lejuara, por inkurajoheshin fuqimisht të ishin pjesë aktive e jetës së xhamisë. Kjo pjesëmarrje u pa si pjesë e drejt për drejt e misionit të komunitetit musliman. Ndërsa xhamia si institucion fetar i diasporës shqiptare ka marrë një dimension edhe më të gjerë se në kontekste tradicionale të vendeve muslimane. Në diasporë, ashtu si që përshkruajtën edhe kolegët e mëparshme, xhamia shndrohet në një shtëpi të identitetit, ku gjuha, tradita, fetarësia dhe përvoja migratore përthuren në një strukturë të vetme sociale. Pikërisht në këtë hapësirë, fillon angazhimi i grave dhe fiton intensitet dhe domethënie të re, ato jo vetëm që e praktikojnë ibadetin, por edhe organizojnë jetën shoqërore, edukative dhe kulturore të komunitetit. Në familjen shqiptare, gruaja historikisht ka qenë bartëse e gjuhës, ritualeve dhe kujtesës kulturore, ndërsa burrat shpesh angazhohen më shumë në sferën e punës dhe proceset e integrimit ekonomik, roli i grave në rritjen e fëmijëve dhe edukimit fetar bëhet bosh qendror i riprodhimit kulturor. Për këtë arsye, edhe pjesëmarrja e tyre në jetën e xhamisë nuk është thjesht vetëm çështje fetare, por edhe mjet i mbrojtjes së identitetit etno-kulturor shqiptar. Aktivitetet që zhvillojnë gratë në diasporë, në xhami, mësimdhënia për fëmijë, programet për ngritjen e vetdijes fetare dhe moralin islam, takimet këshillimore, kurset për gra, organizimi i ceremonive fetare dhe festave kombëtare krijon një sinergji të pazëvendësueshme mes fesë dhe kulturës. Këto aktivitete veprojnë si mekanizëm i fuqizimit të gruas, duke e pozicionuar atë si aktore kryesore në menaxhimin dhe zhvillimin e institucioneve komunitare. Duke qenë se fëmijët rriten në një mjedis ku gjuha dhe feja e tyre janë pakic, prania e nënës në xhami ndihmon në ruajtjen e lidhjes së brezave me traditën dhe besimin. Kjo i jep gruas një rol të dyfisht, si edukatore e familjes dhe si aktore e organizimit komunitar. Prandaj, analiza e këtij punimi tim fokusohet në mënyrat konkrete se si femrat shqiptare këtu në Zvicër, sidomos, ndërtojnë, zhvillojnë dhe pasurojnë jetën e xhamisë, duke kontribuar jo vetëm në vigjilencën fetare të komunitetit, por edhe në integrimin social dhe ruajtjen e kapitalit kulturor shqiptar në diasporë. Nga perspektiva e sociologjisë dhe religioni, xhamia funksionon si hapësirë institucionale e prodhimit të identitetit dhe aparat i integrimit kombëtar. Në këtë kontekstin shqiptar, gruaja historikisht ka qenë bartëse e gjuhës, kujtesës dhe normave morale, këto tri elemente të cilat janë kyçe në të strukturimit të identitetit kolektiv.
Femra shqiptare në xhami përmes organizimeve të aktiviteteve fetare, arsimore dhe humanitare krijon formacione solidariteti transnacional duke ndërtuar ura në mes vendit pritës dhe vendlindjes. Kështu, komponenti fetar i veprimit të tyre shndrohet në kapital social dhe në mekanizëm integrues. Nga perspektiva e studimeve gjinore, gruaja muslimane nuk duhet reduktuar në rezistencë ndaj pushtetit patriarkal, ashtu siç argumenton edhe Saba Mahmud, devotshmëria fetare është vetë praktike subjektivizmit dhe performativitet i fuqizimit moral. Nga aktivitetet që gratë i zhvillojnë në diasporë, ato zhvillojnë në xhami, siç i përmendë edhe më parë mësimdhënia për fëmijë, programe për ngritjen e vetdijes fetare dhe moralin islam, takimet këshillimore, organizimi i ceremonive fetare dhe kombëtare. Këto aktivitete veprojnë edhe si mekanizëm i fuqizimit të gruas, duke e pozicionuar si aktore kryesore në menaxhimin dhe zhvillimin e institucioneve komunitare. Gratë shpesh marrin pjesë edhe në ditët e dialogut ndërfetar këtu në Zvicër, vizita të shkollave, në xhami, projekte me organizata zvicrane dhe projekte të njohjes së komunitetit shqiptar në zona lokale. Kjo krijon ura mirëkuptimi dhe rënon paragjykimet e zakonshme mbi rolin e gruas muslimane, duke treguar se ajo është një aktore aktive, kontribuese dhe hapur ndaj shoqërisë pritëse. Në diasporë, ku sfida e sekularizmit është e fortë, gratë shfaqen si aktore të shpirtëzimit të përditshmërisë së komunitetit, duke qenë faktor qendror në ruajtjen e praktikave fetare që forcojnë bashkimin dhe identitetin kolektiv. Ato shërbejnë si modele për vajzat e reja, të cilat përmes tyre i mësojnë si ta jetojnë fenë në një shoqëri ku sfidat kulturore dhe sociale janë të shumta. Kurset e mësimit të fesë, mësimi i Kuranit, programet arsimore për fëmijë dhe gratë krijojnë po ashtu një hapësirë ku formohet identiteti fetar dhe ku ruhet gjuha shqipe. Për shumë fëmijë të diasporës, edukimi në xhami shpesh është kanal kryesor i lidhjes me kulturën dhe besimin e prindve. Kjo bëhet edhe më e rëndësishme duke marrë parasysh faktin se shumë fëmijë shqiptar në Zvicër dhe në vende tjera evropiane në diasporë rriten në një mjedis ku kontakti me gjuhën shqipe është i kufizuar në shtëpi dhe ambiente fetare. Në disa pika e kam sqaruar edhe për fillimet e para të ligjëruesve shqiptare në Zvicër dhe themelimi i departamentit të gruas pranë KMSH-s. Roli i ligjëruesës dhe teologës shqiptare në Zvicër është zhvilluar në mënyrë graduale, me ndërthurje të vazhdueshme mes mërgimit, organizimit të xhamive dhe emancipimit të grave në hapësirat publike. Historia e ligjërimit dhe teologës shqiptare në Zvicër nuk fillon me themelimin e departamentit të gruas, por shumë më herët, duke filluar nga dhoma të vogla faljeje në klasat të improvizuara të Kuranit dhe në rrethe grash ku dijet fetare përcilleshin gojarisht. Vitet e 90-ta shohin fazën e parë të pranisë të grave si subjekte aktive në xhami, ndërsa vitet 2000 e 2010 shënojnë daljen e teologëve të arsimuar dhe forcimin e shoqatave të grave, ndërsa etapën e fundit e përfaqëson institucionalizime i këtij roli përmes forumit të grave në xhami të veçanta dhe në nivel kombëtar përmes departamentit të gruas pranë komunitetit musliman shqiptar në Zvicër. Vitet e 90-ta po ashtu përbëjnë edhe fazën e parë për praninë e grave dhe format e hershme të ligjërimit. Migrimi masiv i shqiptarëve drejt Zvicrës, sidomos nga fillimi i viteve të 90-ta, solli edhe krijimin e shoqatave dhe xhamive të para shqiptare. Në këto periudhë të hershme, edhe më përpara zhvilloheshin ligjërata, shumë ligjërata për gratë, të cilat zhvilloheshin në mënyrë jo formale, pra në shtëpi private, në hapësira të vogla të xhamisë
ose në rrethe të mbyllura grash. Në shumicën e rasteve gratë që mbanin këto takime nuk kishin ende formim universitar në teologji islame, por ishin mualime me njohuri të fituara përmes medreseve, kurseve fetare në vendlindje ose studime autodidakt. Pastaj në vitet e 2000, me rritjen e numrit të xhamive shqiptare dhe konsolidimin e strukturave të diasporës, rritet edhe numri i grave me formim më të avancuar fetar, si për shembull me studime në Fakultetin e Shkencave Islame, medreseve e kështu me radhë, ashtu siç ishte edhe shembulli të cilën e përmendi kolegja për motrën Habibe. Lëna Kamberi, Ju falemderit, këto ishin... Edhe 1 minutë në përmbyllje, nëse më dëshironi, keni 1 minutë. Për ta përmbyllë. Po, për fund, si përfundim, nga të gjitha që theksuam lart, del që gruaja është zemra e edukimit fetar dhe familjar, ashtu siç e përmendi edhe profesori i nderuar, pa gratë xhamia humb gjallërinë. Ruajtja e identitetit fetar varet nga fuqizimi i grave. Esselamu alaikum.